kalojnë. Sot ajo është be pasaniku më i mas. Me vjedhje që i ka be koloj. Është përberi koloj një tera. Po pse molla, çfarë ka bërë? Panele ande, kaç ka lajthi, nuk ka lengje. Pra po grabitën toka I grabitit të tera. Kanë qenë kryetar bashkisë të tjerë. Po jo si ky ajdut. Ishte një ben malo këtu që... Po pse nga Tirana, do pse për të vjetur, nga Tirana. Tani çhalli ke ti. Tani unë kam mall këtë që ne po si fshat po na monat kuot neve nuk do ekzistoj këtu. Le bakti jo, po edhe njerëzit do zhduken. Po këta më duket se janë vend kësaj që të zhduken njerëzit edhe të bëjnë ç'të duan këta. Sa fermer bëhet fjalë, për sa blektor preket? 3.000-4.000 këtu. Po ka sa të duash vua, po janë me bakti. Sa 10 kokë, sa 8.000 kokë. Ore sot sa ka? 30 familje me blektori që ka 30. qumështore dhe Po, ja ta gjoj. Sa? ju falemderit. Po, faleminderit. 30 fermerë, 30. blektori që 4.000 kokë, kanë 300 kokë. Po ku mbet bakti vend nga 300 kokë Po, dhe lop nga 20 lop qumshi dhe nga 50 edhe nga 100 lop mali. pra janë të gjithë kategori që Janë të subvencionohen. fermerëve, të subvencionohen a shteti. Po, Neve, a ishte histori tjetër, do flasim neve për kjo subvencione. tokë na mban, kjo kullot na mban. Nuk kemi mundësi tjetër. Pra, ti si familje, ti Unë si personalisht, familje kam 20 lopë qumshtore. Dhe i përballoj me gruan të dy. po, Marr toka me qira. po, Ka marrë 17 hektar tokë me qira. Këto do të na marrin me këto kullota. Një pjesë e kësaj kullote është e gjyshërve të mi. e ke me tapi? E ka me kartën e vjetër. Me kartën po pra tapinë tapi, vjetër. ato janë tapi se... Tapinë e vjetër. Ne s'kemi për këto që në vend. Tapinë e reja, neve 70% e fshatit nuk i ka firmosur sepse këtu kanë bërë vendosje dhe mbi vendosje nga 3-4 herë. Se si sillnin këto tapit, i shpinin atje, i sillnin këtu. Orë të tapi të para 24-ës. Tapit e 24 i kemi. Ato janë tapit më originale Ato i që... kemi. Është vendi quajtur Piles, kanë qenë edhe stallat. Po, Fulua dhe ne stallat. Tani këto stallat a ti kanë dhënë, as ti Jo, kanë dhënë. nuk mi kanë dhënë. Po pse si dhanë? nuk t'i kanë dhënë se këto u ndanë me 7.500. Nuk janë, ajo pjesë nuk është ndarë, kemi lënë për kullot për fshatin. Ore pse s'ta dhanë ty? Po nuk kështu u ndanë me 7.500 dhe njëshin. Edhe lanë për fshatin. Kullot. Kullot. Edhe ta morën tani. Edhe tani do ta marrin, ta bëjnë panel dellore. Tokën tonë ta marrin, ne e kemi për veten tonë. Pra ta mori e Veroxha, ta morën dhe këta? Këta në një kategori janë. Në 46 këtë që kemi Një kategori janë. Ne do të jemi mirë nga këto. Prandaj i bëjmë thirrje kryeministrit, Ande nga kamera. kryetarit bashkisë, Po, çfarë do i thuash? që toka në tona që janë për kullotë nuk mund të ziren për panele diellore, se ky popull do ushqehet me qumësh bio, jo me qumësh plur. Neve nuk kemi mundësi të tjera jetese. Me blektori, me bujqësi. Ne nuk mund të blejmë grurin serb edhe misrin serb të ushqim baktit. Ne e prodhojmë vetë. Grurin, misrin, tëra shërbimet ja u bëjmë vetë baktive. Që nga kultivimi grurit, jonxhes, mjelja, transportet të tëra. Mi po tani me këtë që po na bën këta në thonë ikni. Është një vot për të ndarë me të vërtet të shkuarën nga ardhmja, për të ndarë epokën e një Shqipërie që ka mbetur peng përpara televizorit, ku një gjysh me antiplum dhe me 200 roje tregon prada nga mëngjesit e ndark, nga një Shqipëri tjetër, nga Shqipëria që Zoti dhe natyra e kanë bërë të bukur dhe të begat, aq sa ky popull mund të jetojë i lirë dhe të mirëqenie. Do të investojmë $160 milion vetëm për ujin në parcel. Do t'i heqim taksat për ushqimet bazë, ato TVSH e saliut. Do t'i heqim dhe do t'i krijojmë kushte fermerit shqiptar që të prodhojnë me kosto më të ulët. Dhe do përfitoj fermeri shqiptar nga kjo. Ku të vejmë ne tani? Vajtë me migracion 15 vjetë, vumë ekonominë, blejmë mjete, blejmë stalla, blejmë blektori. Ku të vejmë neve tani? Ti ke ardhur, kur ke ardhur në Shqipëri? Unë kam ardhur më 2001 në Shqipëri. 2001. U ktheve Shkova në 93-shin edhe erdha më 2001. Gjithë kursimet i hodhe këtu. Kursimet i hodha këtu, tani mbetëm, nuk morëm do shtëpi Tirane.
Edhe tërë më thoshin një Tiranë, do bëj blektori, do punoj, të punësoj fëmijët e vetë. Po kështu Po ka tani- thënë kryeministri, shtoni baktit. Po i shtoni, po ku t'i shtojmë? Panele djellore o zotri ka vend të bëjnë ande në përmale ku të dojë, po jo, kolonja është që në Mollas edhe gjenë në Taqet. Zuri Starjen, Zuri Taqin, Taqin që poshtë i kanë bërë Kaçka, ku di unë i kanë rrethuar, vinë në Tirana ata, i mbjellin. Populli ku do vej, kolonia. Pra ju po ju sjellin tokat nga gjitha anët. Po nga gjitha anë, nuk ka mundësi. Po shtëpita i keni me tapime. As shtëpit, as tokat. Po si mos s'ke hipotekë? Erdhën një për azhonim Po? dhe Safet Kaja, gjyshi atia, i dhanë një tokë atje që e kishte tjetër për tjetër. I kanë mbi vendosje, nuk e di unë për të futur në sherë njerëzit, po ne nuk futemi në sherë për tokë. Tokën e kemi ndarë me 7.500, neve jemi djegur më shumë si fis. Se ti ke qenë edhe i pasur. Kulak në atë kohë? Në atë kohë po gjyshi. Po tani? Po tani super kulak, se do të na i marrin fare tani. Ju faleminderit që erdhët dhe ky problemi jon do të zgjidhet sa më parë. Probleme siç i thua do t'i themi. Si që kam thënë. Asnjë lloj presje. Faleminderit. Faleminderit.